Hygerta vendos të bisedoj me Dolçen për një situatë që e ka shqetësuar prej kohësh. Ajo afrohet me një ton serioz dhe i thot Dolçes se ka vënë re disa gjëra që e bëjnë të dyshoj për sjelljen e Albas. Hygerta fillon të flas ngadalë, duke i treguar Dolçes mendimet dhe shqetësimet e saj, dhe shpjegon se ndonjëherë nuk e di nëse Alba po sillet në mënyrë të sinqertë apo po bën lojë me Limin. Ajo i thot Dolçes se Alba mund të jetë e sëmur mendore ose thjesht të sillet në mënyrë të çuditshme për të fituar vëmendjen e Limin. Fjalët e Hygertas bien rënd në dhomë dhe krijojnë një tension të menjëhershëm. Dolçe e dëgjon me vëmendje, duke ndjerë një përzierje emocionesh, hutim, shqetësim dhe një farë pasigurie për situatën. Hygerta vazhdon të flasë, duke shpjeguar shembuj konkret të sjelljes së Albas, duke treguar momente kur ajo është vepruar në mënyrë të papritur, e paqëndrueshme ose dramatike. Ajo i thot Dolçes se çdo veprim i Albas duhet marrë me kujdes dhe se nuk është e qartë nëse ajo po manipulon situatën apo po e jeton atë me sinqeritet. Çdo fjalë e Hygertas është e ngarkuar me shqetësim dhe vendosmëri, duke treguar se ajo ndjen se duhet ta paralajmërojë Dolçen. Dolçja përpiqet të kuptojë situatën dhe të peshojë fjalët e Hygertas, ndërkohë që mendon për ndjenjat e saj dhe për atë që ka vërejtur vetë nga sjellja e Albas. Atmosfera brenda dhomës bëhet gjithnjë më e tensionuar, ndërsa të dyja përpiqen të analizojnë dhe të diskutojnë çfarë mund të jetë e vërtetë dhe çfarë është vetëm lojë emocionale. Hygerta i thot Dolçes se është e rëndësishme të qëndrojë e qetë dhe të mos e humbas kontrollin, por gjithashtu të jetë e vetëdijshme për ndjenjat e saj dhe për mënyrën se si Alba mund të ndikojë tek Limi. Ajo e paralajmëron se ndonjëherë mund të jetë e vështirë të dallosh nëse një person sillet me sinqeritet apo po manipulon situatën, dhe se Dolçja duhet të jetë e kujdesshme. Debati dhe biseda vazhdojnë për disa minuta, duke u bërë gjithnjë më të thella dhe emocionale. Hygerta thekson disa herë se nuk ka dëshirë të përfshihet në konflikt, por ndjen se është e detyruar të flasë sepse shikon situatën të rrezikshme për ndjenjat e Limit dhe stabilitetin emocional të Albas. Çdo fjalë e saj është e drejtë për drejtë, e vendosur dhe dramatike. Dolçja fillon të ndjejë një farë qetësie dhe mbështetje duke dëgjuar Hygertën, por gjithashtu ndjen tensionin që vjen nga mundësia se Alba mund të sillet në mënyrë të papritur. Emocionet e tyre përzihen me ndjesinë e pasigurisë dhe shqetësimit për situatën që është duke ndodhur në shtëpi. Gjatë gjithë kësaj kohe, atmosfera është e tensionuar, çdo lëvizje dhe çdo fjalë e banorëve të tjerë duket se shton dramatizmin e momentit. Hygerta përsërit disa herë se Alba nuk duhet nënvlerësuar dhe se çdo veprim i saj ka një efekt të drejtpërdrejtë tek Limi dhe tek dinamika e përgjithshme e shtëpisë. Në fund, mesazhi i Hygertas është i qartë. Alba është e paparashikueshme dhe mund të jetë ose e sëmur mendore ose po bë